Fëmija janë ma sinqert, nuk mundesh me rajt fëmin, a i të kalëzan jella qëtu e kon keq qëtu të ka po që kjo qëtu e qëtu s'dite me bo qëto po më nej, me fëmijët është janë ma sinqert, të hatën do dona që fillojmë zakonisht, kjo shkon me shkolla, zakonisht fillojmë shtator, të shunën e parë shtatorit edhe përfundon të shunën e fundit të qershorit. Edhe çdo të shtunë, dhe më thonë, gjatë të në vitit, ka fëmijë, i kemë 2 repriza në javë, çdo të shtunë, edhe është salla plot. Është një kultivim që është bërë ndoshta prej 40 vjet. Që 40 vjet funksionon që kjo metodë për fëmijë, edhe tash është bërë traditë edhe kanë mësuar fëmijët edhe kanë mësuar edhe prind që çdo të shtunë me provu fëmijët të atë. Normal dalin edhe gjithërkon, po shfaqje ka aty, çdo të shtunë repriza. Ma lehtë me pas audiencën me fëmijë apo të rriturit? Me kështë ma lehtë me uqasë? Fëmija janë ma sinqert, nuk mundesh me rajt fëmin, a i të kalëzan jella qëtu e kon keq qëtu të ka po që kjo qëtu e qëtu s'dite me bo qëto po më nej, me fëmijët është janë ma sinqert, është problemi rajt. E të mëllajt ta bojnë pak rafshe, pak të thojnë mirë, ta rejnë krajnë edhe është normale, po fëmijët janë shumë sinqert në kritikat e tyne. Për shkak që folëm për fëmijët, kthehemi pas në kohë, si e kujton Leoniti fëmijërinë e tij? Ke qenë i pasionuar pas aktrimit, pas artit në përgjithësi, apo ka qenë një fushë që është shfaq dashuria për të më vonë? Jo, me thonë drejtën, unë jam rrit në Dodon. Kom mojtë shfaqe për fëmijë, jem konë vetë fëmijë, e kem po shfaqe amatore, normal. Për fëmijë qysht prej 2006 me një grup në Prishtinë, premierat i kem dhonë Dodon. Po tani ku pas fatin mas fakultetit me u pranu si aktori Dodonës edhe me vazhdu jetën në teatrin Dodona që i bjen pothuajse një jetë tonë jam në qatë teatr. Po normal, si fëmijë lindin këto dëshirat zakonisht në shkollë, në recitim, në program diçka edhe normal. Tani unë jam hinë qatë grupën edhe kom vazhdu e se jam nalë më prej fakultetit tek nej. Një jetë në teatrin Dodona, besoj që e ke një lidhshmëri emocionale ke ndryshe. Po, normal, që jo, unë edhe kur jem pranu në teatrin në trup, jem kanë shumë emocionuese për një me, kom kalu fëminin që aty, nuk po thëmë që jem rrit, po edhe kom shku në shfaqe repriza, edhe kom majtë shfaqe aty, kem pojtë nashta një, sa jem kanë në një 7-8 shfaqe, si janë pak, aty për fëmijë amatore, po prapë se prapë teatrin Dodona.